ide perandorake për të... Dhe nëse ke është një kopje, Britania është një kopje e perandorisë turke. Është një kopje e perandorisë turke. Pra, kanë studiu njëra tjetër, nuk e di se kush ka studiu kush. Turqit ishin përpara, otomanët ishin përpara. Por si perandori. Sepse dhe luftën fakt anglezët e patën me otomanët, domethënë që rase perandori që bon ato... Një farë mënyrë, po. Po, sidomos në lindjen e mesme. Dhe ishte... Nuk para ishin dakord për rënje perandorisë otomane, në fakt. Tani unë kam parë një moment që bëre mirë që më kundërshtove që dali këtë moment. Në luftën e parë botërore, një kolonel anglez bashkë me të kuptohemi, ato brigadën e vetë, arriti të organizoj palestinasit e sotëm, ato që sion mo nuk dhe ka ngell mo njëri aty apo? Nejse. Po jo më thjesht po pyta më burë për shoqni. Nejse. Palestinët e sotëve që ishin aty, i tha dëgjoni tha. Ju dha do luftoni tha. Ju shofin sët pa. Jo e më vjetë gjuna. Do më thonë, unë më cilësojnë edhe sionist ka i herë. Po është një mahtare madhe gaza. E di që am shkoj menja, e mamen që kemi bëj emision neve, kemi bëj emision shumë interesant që ti po flisje për ato kakaleca, jo s'quhen kakaleca, pelikana. Pelikana. Ne ishim prek Gjermën për pelikanat, e mamen, dhe thash, lak qoft, në brenda 2 vjetëve, ose 1 vitit, kishim vra 70.000 pelikan. Ua. Në nga këshim fshi, është e pelikan. Sto nga këshim fshi nga do e fshi nga harta komplet. Nuk do nga pranote njëri asë në kufi, asë aty ku ndajnë kufit që të rishim kom me kom, asë aty jo. 70.000 pelikan, sepse ato ishin dhe se që kanë dhe janë kështë vrejtë. Por e një harabela. Bravo. Dhe gjithë bota... Kriminal, të pashpirë, plera, fundërina. Si mund të vritën 7.000 harabela? Ju shikeni, ju zbogën. Se meritonit që e një njerës. Kjo është. Jo 400 pelikan me i trame për shumë, me gjujt me 400 pelikan. Le më zojsh pelikash. Le më zojsh pelikash. Bravo, vezët. është njoni, po më është njoni, shif. Këse kemi një nga to figurat e dhjerane që para 90-ës ishte dikush e mate gjithë Tirana, Shqipëria në maj, mas 90-ës filloj të hongër mut për kohën e ashme, të shi si del pensioni e filloj shkru për vezë pelikanës, dhe një nga këto që këshim bëhë komunizm, një nga krime që këshim bëhë komunistët, kishin dru 3 vezë pelikanës, kishin vonë 3 gurë, ja kishin zi vezët pelikanës, dhe aty qate, dhe aty qanin mbyll të filmi, diçka ati, këto vezët. 70.000 pelikan, pra ne nuk dhe egzistohë. Për 6 vezët, që pas ka zi komunizmi, për të shpekojt në tryshe. Jo, për ne do kishim zirë dhe një 20 shqiptarë që do thoshin që hiqin i qafe se nuk mund të vritet pelikan. Mile mu se i vrasur nga to që i ka shërby atyre, të se i vrasur. Që ishë ben belerve të shi, belerat. Po, beleri. Milet dhe se u e di unë ku i dhem shqiptari. Do ma në e negre, jo, ma le mu dhe beleze. Di unë se ku i dhem se kom timin. I di unë se si i kref, pra. Bravo. Pra, për 6 vezë që ja këshin zi pelikanit, ra komunizmi e gjithë thëmë, mos sartë më ajo kohë. I ka zi, më kriminell nuk bëhen. 70.000 në është dukim barët. Por, dalim nga jo. Qëfar bën këta? Një genialitet fantastik. Gjatë luftës parë botërore, se perandoria otomane u shtrite poshtë ne. Roma e dytë? Dhe këta organizun, pra nuk ishin vetë se shkojnë, organizun këta
qetat e këtyre forcave me premtimin që do mbaroj lufta e parë botërore dhe ju do merrni lirinë. Si kurdët, si kosovarët që s'kanë marrë patent. Nëse se e bëj gabim kur shumë. Dhe se janë mjeshtrat kësaj. Dhe vërtet këta luftun e thyn dy turkun. Kurdët akoma po luftojnë. Ato punë kanë ato aty. Për atë punë kanë lindër. As autonomi nuk janë. Ato janë rrot, ato që kurdët kur t'i qojnë në sa të marrohen i qik ata Ukrajina, se të dhe pak aty t'i qojnë kurdët. Si ju duhet dhe toka. Me kapelet, kurse dhe atë kurdët e shketë s'din që mu boj, e bojnë komunist, veny. Jo, bravo. I vrasin. I qonë luftë. 3 heri ka që në luftë Amerika që do t'ju japim shtetin, masakrojnë ata të shtetë. Mëse me i ke atje të shumë. Sa të marrin Ukrajinës dhe i ke të luftu kundër Rusit. Legë që i ke Palestina, sa të marrë këtë punë e kësa. Iran turkut e thynë mes, dhe në momentin që ata erdhen, është me sinqeritet, e kam pa dokumentar, dhe një dokumentar shumë si në momentin që erdhen liderat, sepse sa bëshë qliru ajo pjesa Palestinës, kanë liderat do më thënë që do takonin përfaqësuesit angles, i qarmatosën, si u qërkën. Dhe s'po vazhdojmë më historinë, pastaj se e bon Izraele njën tjetën, që i shofim të ditë lundra që shofim. Por, kjo ishte, mentaliteti atyre, është i tillë, dhe është që të bëjtë të vrasësh veten me duart e tua. Eksaktësisht, dhe ai të vje keq kur ti vret në tjetër, i thot atë tjetrin vje keq, dhe ti kur vret veten thot po vje keq. Por për fatet tuaja do vendosë ai. Dhe prandaj janë bërë perandori, pra është forma e tyre, nuk mund t'i thush usaj keq është, pastaj mirë është. Le të futemi një çik në lëkurën e tyre. Unë i simpatizoj. Ja shmasë e unë. I shumë, duat një gjajë, më të. Më kupton, jo në pritë, se e di që kërceti qik në ashtu. Jo në vrasjen e tjerë me në zhdukën e tjerë, po tani, më falë, o zotri, po ti, gjusna shqiptarë me mbrojnë Belerin, më burë. Kjo në Angli nuk mund të ndodhë, më burë, se Beleri do të kishtë hangër qafën e patës me kojë me vakë. Bravo, po është politika e tyre që ti ke një sali, sepse, për shembull. Po mirë, ma hajde t'ja u qojmë ne saliun, po se qonë të saliun të ata. Po pra, se aji anglezi thjesht më tha mu ato varet ati kishë largujt qiko burë, se nuk ben gjitur varet këtu, tha. Ndërsa ti thua i erdhi na bashkoj me Kosovën, që një mund na bashkoj me Kosovën, se i gjysmën e Kosovës dha qamërin thot afare. Po thonë që na bashkoj ai, na... E ke pa patent, më po them. Po. S'ka tarë. A kanë morë për fiksi, nuk e di. Nuk ka më për, është më kuptoj, është dhimje më të ponë dhe nuk ka, por nuk e ka. I gjo që nuk e ka, ajo është. Okej, kthehemi te... Po kthehemi ke kjo, dhe rrimi që ke kjo se më pëlqeu kjo puna Belerit. Beleri është një fund rrim që përdoret nga çdo lloj huaj. Domethënë kemi pas ne që i kanë shërby Gjermanë, që i kanë shërby Otomani, që i kanë shërby Italianit. Po hiç këtë lamull, këtë unë kuptoj. Po jo, po mirë se Gjermani perandori kështu po te greku janë. Ti shërbesh greku. Se miro i shërben Gjermanit per andori, mërë burë Gjerman. I shërbeve Anglezit per andori, mërë burë Anglez. O ti shërbesh Grekut. Pra, të mjapësh vetëm 2 minutat ashtu. Nëse Anglezi... Jo, nëse Anglezi boni koloni, pra bëri të djathët, e djathë Angleze ishte quna, kështu bëhet pazari, pra qynë shkollë. Do shkonit fusin luft këtë me këtë, dhe pastaj ju, kush ngeret, do i vrisni ju. Por, lini një që ta si president. Jo, guvernator, se mbreti do em gjithmonë mund të. Ashtu dhe. Kene, deri në 24, ne, me sinqeritet,
do më thënë, si që kishim festat fetar, kishim edhe festat kur vinin pushtusit. U do në vi Gjermoni. Halë, prapë ke halë, nezat. Bravo. Pra e fillum nga Turku. Sepse, pavarësisht humorit, nëse ti e mësu pushtim, se ne prapë erdhëm zotë tonë, ai 45 vjeçë na ka majt, ka qenë diktaturë plerë, se am këto ishim vetëm ne, ishim u Shqipëria, u gjithçka për Shqipërinë. Kur pam që intelektualët tonë ishin racë e deformume, më kuptoj, ato doshin pushtues patjetër, filluam ne të dalë me flamura për jetë. E pe u mush venin flamur. S'kisha pa ne as flamur, në jetë. Por po me fanela amerikane. Po dolëm, prandaj po thotam ai do që ne ishte një traditë, siç është traditë kjo e anglezit, ishte traditë dhe jona që me pushtu stri, për shumë imagjino, pse kujto ti se këta që kanë ngritë flamurët amerikanë. Nëse kinezi vjen nesër, nuk ngrejnë flamurin kinez, dhe mas javë me ardhur rusi nuk ngrejnë flamurin rus, po me ardhe i flamuri grek nuk ngrejnë flamurin grek. Për ngrenë pa i shtu njeri. Po sepse prandaj po... 1% e popullsisë që ngre pa i shtu njeri. Po tani... Ti 20-50% e popullsisë sot mbron Belerin, më burra dhe shanë Ramën, pse Rama arrestoi Belerin, se duhet ishim më të matur, se ne ju i falsifikuam letrat Belerit. Beleri e pranon vetë me letra që është butmuti. Nga është dënuar për peshkëpin, ka qenë në ndjekje për peshkëpin, është dënuar për fyrjet simbole kombëtare, se të ka gris flamurin kombëtar. Jo më vlla, pse. Dhe për të gjitha këto sa theti është nderuar nga e djatha ekstreme greke dhe e kanë bë eurodeputet, pra i kanë dhënë dhe atë trofen Belerit, pra ata që kanë e dyshim, i kanë dhënë trofen se ti e Vojë Pirocim fiksisht s'dum. Ai si s'dum ne.